Gjesti dhe Rozana Radi kanë debatuar ashpër. Ata tashmë janë kthyer në rival të njëri tjetrit dhe nuk po kursehen as pak në fjalor. Ka qenë Gjesti i cili është drejtuar Rozanës duke i thënë se tani do të nxjerrë informacione nga jashtë. Ai bën me dije se në një format tjetër është kapur për flokësh me femra për të dashur. A do informacione nga jashtë? Ti je kapur flokësh me femra, jeni kapur për të dashur. Çka keni pasur aty? Edhe kaq natën e mirë. Të gjithë e kanë parë, ju drejtua ai. Rozana ja ktheu duke përsëritur vazhdimisht. Cili format? E kanë parë të gjithë, një nga një. Çka ke bërë e di gjithë bota dhe ti vjen, ju jep shembull femrave. Vjen ju jep shembull femrave këtu, edhe flet për Eglin, e gjykon Eglin. Ti je kapur me femra për të dashur, ti vjen flet për femra këtu. S'ke të drejtë të flasësh për femra, nuk ke dhënë shembull të mirë, theksojnë ndër të tjera, Gjesti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.